Mbrëmjen e së shtunës u raportua arrestimi i avokatit Ulian Bajrami, ndërsa preteksti që u përdor për vendosjen e masës ekstreme të sigurisë ishte një debat në sallën e gjyqit. Avokati Bajrami gjatë seancës gjyqësore për caktimin e masës së sigurisë ndaj klientit të tij Maksim Lika ka thënë se do të merrej personalisht me prokurorin dhe oficerët e policisë gjyqësore, duke i kallëzuar penalisht për atë që e konsideron si manipulim provash kundër klientit të tij. Nga ky moment, referuar dhe një video të publikuar nga avokati Arben Langozi, ka një reagim ekstrem të prokurorit Gjergji Ceka që dëgjohet të thotë se avokati duhet arrestuar. Më pas ka një reagim të ashpër të gjyqtares, e cila referuar audios nga seanca gjyqësore paralajmëron disa herë avokatin duke interpretuar deklaratën e tij me të njëjtën gjatësi vale si prokurori, pra e konsideron kërcënim. Nga ajo që është publikuar, duket se avokatit Bajrami ju ngrit një kurth në sallën e gjyqit, kur në momentin që ai paralajmëron kallëzimin penal, prokurori njofton arrestimin dhe gjyqtarja mban lojën për ta konsideruar fjalën e avokatit si kërcënim. Nuk funksionon me kërcënime në sallën e gjyqit. Nuk ka rëndësi se çfarë do të bëni ju jashtë sallës së gjyqit. Avokat, nuk funksionon me kërcënim në sallën e gjyqit. Do marr masa siç e përcakton kodi i procedurës. Përqendrohu tek mbrojtja e klientit tënd ose do të caktoj një avokat tjetër kryesisht dhe do të nxjerr përjashta. Ky lloj komunikimi me mua si gjyqtare në sallën e gjyqit nuk funksionon. Dëgjohet të thotë gjyqtarja Megi Strakosha, e cila hapur mban anën e prokurorit në një kohë kur në sallën e gjyqit ajo ka rolin e një arbitri për të vlerësuar provat dhe faktet që paraqiten nga avokatët dhe prokurorët që kanë të njëjtin status në proces. Arrestimi i avokatit Bajrami, ndonse i paralajmëruar referuar audios së publikuar, është pasuar nga reagimet të dhomës së avokatëve. Avokati mbrojtës i shtetasit Maksim Suçi, avokat Ulian Bajrami, pasi konstatoi provën me video të parashtruar në seancë, ku klienti i tij nuk shfaqej as pak duke kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë, deklaroi se do të bëj kallëzim për falsifikim provash ndaj prokurorit, pasi proces verbali me shkrim i sjell nga prokurori në gjykim përshkruante një situatë ku klienti i avokatit Bajrami kishte ushtruar dhunë ndaj punonjësve të policisë. Bën me dije dhoma avokatisë së Shqipërisë në reagimin mbi rastin. Mëtej vijohet me faktin se prokurori Ceka replikoi me avokatin Bajrami duke i thënë: "Ti duhet arrestohesh, do të arrestohesh." Dhe ndërkohë, i nervozuar kthente kokën nga punonjësit e policisë prezent në sallën e gjyqit, avokati Bajrami replikoi duke deklaruar: "Do të bëj kallëzim se ke shkelur ligjin." Për këto deklarime ndërhyri gjyqtarja Strakosha, e cila i sqaroi avokatit Bajrami se duhet shmangte këtë diskutim dhe të fokusohej në interpretimin e provës në atë moment, pa u marrë me atë se çfarë do të bënte në vijim, sqaron dhoma e avokatisë. Bajrami ishte avokati mbrojtës i Maksim Likës, i njohur edhe me pseudonimin Suçi, një emër që përflitet për lidhje të ngushta me Emiliano Shullazin. Maksim Lika u ndalua së fundmi në kuadër të një aksioni blic në qytetin e Elbasanit, që kishte në shënjestër element të botës së krimit.